nuk mund të them emra, por sigurisht që ka pasur. Gjithçka që ne shohim fizikisht ka ardhur në jetë nga ajo çfarë është e padukshme. Pra, edhe vetë ekzistenca jonë është e dukshme prej asaj që më përpara nuk duket. Te kemi shumë të shpjeguar në sistemin shkollor aktual, kur faktikisht nuk shpjegohen siç janë gjërat, por shpjegohen në një formë shumë fizike. Nëse marrim formulën e Einsteinit, të kuptojmë që aty është prezenca e një forme energjie, pra, siç është në formën fizike, është edhe në formën e padukshme. Kur ai thot për energji, flet për atë çfarë nuk duket. Dhe kur flet për masë, flet për atë çfarë duket. Pra, janë dy, është një monedë që ka dy anë dhe është e njëjta gjë. Dhe në këtë aspekt ne kemi pasur bashkëpunimet dhe shpeshherë të detyruar që të, jo vetëm ne, që të bashkëpunojmë me forcat e errëta apo jo, po shpeshherë ungjillore apo nga yjet e në çfarëdo lloj forme. Nëse do të luftosh të keqen, duhet të shkosh brenda saj dhe nuk mund të luftosh diçka që të vjen, se ne e kemi pasur pothuajse të pashmangshme këtë gjë. Ne kemi qenë gjithkohës në atë lloj sundimi. Dhe kështu që duhet të gjenim një lloj forme aleance për të bashkëpunuar, për të mbijetuar, por jo domosdoshmërisht për të poseduar prej saj. I referohesh kohës Skënderbeut këtu? Po, këtu mund të përmendim edhe Drakulën, edhe Skënderbeut, të cilët formuan dhe kanë, jo vetëm atëherë, por është një nga urdhrat më të lashtë që ata kanë, që njihet me emrin urdhri i Dragojit, por ata ishin vetëm ata pak njerëz, por ekziston edhe sot e njëjta aleancë. Ka qenë edhe më përpara Skënderbeut, nuk është se është i vetmi, por thjesht e përmendja. E njëjta gjë funksionon edhe më vonë për individ apo pak individ të tjerë që i ka dashur që të bashkëpunojnë.